Mjeku jep urdhër, jap se duhet të hani 8 arra para buke. Arrat kanë dyfishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë dhe e mbrojnë trupin nga shumë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Sipas të dhënave, konsumimi i arrorëve parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndesin plot 30 neurotransmetues nervor për trurin dhe këto yndyrë, polio të pangopura dhe mono të pangopura, mbrojnë dhe enët e gjakut dhe shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë këto përfitime maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu mund të humbë peshën e tepërt sepse arrat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjatë.